Prishtina me 6 maj në 621 vjetorin e lindjes së heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu u kthye në qendër të Bashkimit Kombëtar. Organizata Shqiptaria kishte organizuar aktivitete të ndryshme kulturore, historike dhe artistike. Aktivitetet nisën në sheshin Skënderbeu, me homazhe dhe vendosje kurorash pranë shtatorës së Skënderbeut, ndërsa paralelisht u zhvilluan takime institucionale dhe një simpozium shkencor kushtuar figurës së tij. Ne është viti i tretë si organizata Shqiptaria me partner ton që e bëjmë këtë aktivitet në nderim të kryeheroit ton Gjergj Kastrioti. Si vjet kem 621 vjetorin e lindjes. E gjithë ky aktivitet është që ne të forcojmë kujtesën historike të popullit të Kosovës, popullit shqiptar të Kosovës për kryeheroin ton, kryeheroin e gjithë shqiptarëve, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Sot prej mëngjesit ka pas aktivitete ndryshme në kuadër të festimit datëlindjes. Në ora 9 mëngjesit e kemi pas do të thotë pranë shtatorës nderimin për kryeheroin. Në ora 10 ka pas një simpozium shkencor të organizuar nga Kuvit e Arbrit. Në ora 10 ka pas homazhe në vend prejen e kryeheroit dhe nga veteranë, nga aktivistë të ndryshëm dhe tash do thotë ja nis nga lezha, grupe të ndryshme që po vinë do thotë të bën pjesë të këtij organizimi. Tash kemi do thotë koncertin festiv ku do marrin pjesë yjet e estradës të Kosovës, ansambli Rugova, ansamble nga Shqipëria dhe këngëtarë tjerë të cilët ta festojmë sa më denjësisht datëlindjen e kryeheroit ton kombëtar. Organizimet e tilla po besoj që e kanë një veçori tjetër të mbledhin shqiptarët nga të gjitha trojat. Në kuadër të këtij manifestimi i kemi edhe delegacionin e Arbreshve, grupet artistike nga Arbria, Kalabria, Sicilia, të cilët do thotë edhe do performojnë në skenin ton, po edhe ishin pjesë të shumë aktiviteteve gjatë ditës. Në sheshin Nën Tereza u hap ekspozita Gjergj Kastrioti Skënderbeu në artin kombëtar, ku prezantuan punime artistike të frymëzuara nga historia dhe figura e heroit shqiptar. Sigurisht se kam pas shumë emocione për shkak se këta unë e cilësoj si hero kombëtar. Është një ndër punimet e portretet që preferoj mas shumë të me e bë, ndoshta për shkak të madhështisë dhe heroizmit që e ka shfaqteni. Pjesë qendrore e manifestimit ishte edhe defilimi kulturor në rrugët kryesore të kryeqytetit, me pjesëmarrjen e grupeve artistike dhe përfaqësuesve arbrash, duke sjellë atmosferë festive dhe simbolike kombëtare në zemër të qytetit. Manifestimi kulmoi me koncertin festiv në sheshin Skënderbeu, ku artistë nga të gjitha trevat shqiptare interpretuan valle, këngë dhe performanca artistike për publikun e pranishëm. Ndër artistët që performuan ishin Ilir Shaqiri, Nikolnik Prelaj, Kastriot Tusha, Enkeleda Arifi e Selame Kolonia. Herojnë nuk kanë vetëm ditëlindje. Pra heroi jonë ka vetëm ditëlindje, sot po e festojmë atë dhe është tani më disa vite me radhë po e festojmë këtu në qendër Prishtinës. Është bërë tradicionale dhe festat për herojnë tonë duhet të jenë gjithmonë, të realizohen gjithmonë dhe të bëhen tradicionale jo vetëm në Prishtinë, por në gjitha qytetet shqiptare. Është një ditë shumë e veçantë, është një ditë që gjithë kombi shqiptar e feston këtë datëlindje të tmallit Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Ju uroj gjithë shqiptarëve, pa bashkim nuk ka fuqi, pa Kosovë nuk ka Shqipëri. Në manifestim morën pjesë qytetarë dhe delegacione jo vetëm nga Kosova dhe Shqipëria, por edhe nga të gjitha trojet shqiptare e diaspora.
Kjo është dita më e mirë për mua, sepse është dita e profetit tonë Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Kështu që unë gjithmonë do të marr pjesë, do me thonë edhe adhuroj shumë Gjergj Kastrioti Skënderbeu, se ka qenë ndër figurat më të larta të kombit tonë shqiptar heroj. Kam ardhur për Gjergj Kastriotin, sepse ai jepi jetën për ne, jo vetëm për ne këtu, por për Ballkan. Po për mu personalisht është një fest si kombëtare ashtu edhe familjare, sepse ne mundohemi këto festat kombëtare me i festu edhe me i celebru ashtu si është mas miri. Veshi faleminderit, po jena mundu me përshtat pak me ngjasa të shumë. Sa të pak Gjergjit, besoj që ja kemi arrit. Ky organizim e ktheu Prishtinën në një qendër të bashkimit kombëtar ku shqiptarët nga të gjitha trojet dhe diaspora dëruan figurën e Gjergj Kastrioti Skënderbeu.